Pas rreth 5 orësh kërkimesh intensive me përdorim edhe të dronit, policia e Vlorës bëri të mundur arrestimin e Bertil Alliaj, 32 vjeç, i cili vrau me armë zjarri djalin e Xhaxhait Dallan Alliaj. Rreth orës 1:05 të mëngjesit u bë arrestimi në flagrancë i Alliajt në rrugën përpara banesës së tij. Pasi gjatë një konflikti për motive të dobta, dyshohet se ka vrarë me armë zjarri kushëririn e tij, njofton policia, ndërsa shton se gjatë kontrollit fizik të autorit ju sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistolet Beretta FS92 e dyshuar si arma e përdorur në këtë ngjarje së bashku me një krër dhe 10 fishek. Gjatë kqyrjes së vendit të ngjarjes u gjetën dhe u sekuestruan si prova materiale 6 gëzhoja dhe një predh armë zjarri, njofton policia. Autori sipas policisë ka qenë i dënuar me 35 vjet dhe për këtë ishte shpallur në kërkim duke e cilësuar edhe si një person në kërkim me rrezikshmëri të lartë shoqërore. 32 vjeçari ishte dënuar nga gjykata në vitin 2016 me 35 vjet burg për masakrën e Çoles, ku 3 të rinj mbetën të vrarë brenda një kazinoje në vitin 2015.